Faleminderit për ftesën. Alban, ëndra botëror duket se ka marrë vëmendjen më të madhe në Shqipëri dhe jo vetëm, duket se i ka marrë vëmendjen çdo turneu, çdo eventi, edhe futbollit shqiptar pa diskutim. A është ky kulmi për ne, pra pika më e lartë që mund të arrijë? Mendoj që po, është pika më e lartë, botërori ka qenë gjithmonë një ëndër për gjithë shqiptarët, për vetë kombëtarën, për vetë stafin teknik, për vetë objektivat që i ka vënë federata ekipit kombëtar, kështu që mendoj që është plotësisht e merituar, domethënë ëndra për botëror. Ndërkohë, në mars do të luajmë ndeshjet më të rëndësishme ato të play-offit, por nga ana tjetër, një event shumë i rëndësishëm për Shqipërinë është edhe Nations League. Një ditë më parë ne kemi njohur edhe rivalët. Shqipëria ndodhet në grupin C, në grupin C1, pra, ndërsa Shorti na vendosi një grup me përfaqësuese si Finlanda, Bielorusia dhe San Marino. Si të duket ty ky Short? Shorti më duket i mirë. Te ai grup ke Liga C, domethënë nuk është se ka shumë ekipet le të themi të forta ose ekipet le të themi më të mira se ekipi jon kombëtar. Mendoj që